Nëse je shëndoshe mirë, je në shtëpinë tënde rahat, rreth teje ke familjarët e tu. Nuk ke frikë se dikush të vjedh, të plaçkit. Nuk ke frikë se dikush hyn të vret. Falenderoje Zotin e gjithësisë se jenë mirësi të madhe. Ka njerëz sot që janë sprovuar, nuk kanë shtëpi, kanë familjarë të smur, nuk kanë me çfarë ta shtyjnë ditën. Ka njerëz sot që nuk kanë siguri. Ka njerëz sot që nga momentin moment presin që dikush ndoshta të t'i vras dhe t'i plaçkis. Prandaj i falenderues ndaj Allahut lartësuar për këtë mirësi. Mundohu tregohesh falenderues dhe falenderimi ndaj Zotit gjithësisë si tregohet, duke i zbatuar urdhrat e tij, duke adhuruar atë një të vetëm, duke fal namaz, duke qenë i drejtë, duke respektuar prindrit, duke rujt lidhjet farefisnore, duke i ndihmuar njerëzit që janë nevojë. Në këtë formë tregohet falenderimi ndaj Zotit gjithësisë. Allahu na boft për atyre që tregohen falenderues ndaj Allahut lartësuar. Amin.